Mirdita. Hapim seancën plenare në bazë të nenit 30 të rregullores. Ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Ju lutem të gjithë deputetët të zënë vendin, të respektoni rregulloren. Respektoni rregulloren. Deputetët zënë vende dhe ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregulloria. Sot në rend dite kemi miratimi i procedurimit seancë plenare datës 11/12/2025. Pika e dytë njoftime. Pika e tretë projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati. Bërë në Riad në 22 nëntor 2024. Projekt ligji për kujdesin alternativ në familje në Republikën e Shqipërisë. Pika e 5, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10221, datë 4/2/2010 për mbrojtje nga diskriminimi. Pika e 6, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa. Dëgjohet. Okej. Hajde, mbajt hapur. Në ligjin numër 16/2018 për diasporën të ndryshuar. Pika 7, projekt ligji për vullnetarizmin. Pika 8, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 155/2020 për ndryshimet klimatike. Pika 9, për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Pika 10, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 25/2022 për mbështetjen e zhvillimin e startupeve të ndryshuar. Pika 11, mocion për zhvillimin e debatit për masat e marra nga Shqipëria për luftën me tolerancë zero ndaj krimit të organizuar. Pika 12, Zoti Berisha s'u lejohet kjo. Projekt vendimi për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Institutit të Statistikave. Pika 13, projekt vendimi për miratimin e disa ndryshimeve në vendimin numër 28, datë 18/6/2020 për miratimin e strukturës organizative organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë i ndryshuar. Pika 14, projekt vendimi për miratimin organik dhe klasifikimit të pagave të punonjësve të administratës mbas mbarimit të mandatit kolegjit posaçëm të apelimit. Pika e 15, të mbarojnë parlamentin. Pika 15, diskutime për çështjet ligjore jashtë rendit të ditës. Para se të fillojmë me rendin e ditës, kryejmë procedurën e betimit të avokatit të popullit në seancën e datës 11/12/2025 me vendimin numër 111, datë 11/12/2025 nga Kuvendi i Shqipërisë, është zgjedhur avokati i popullit zoti Endrit Shabani. Në bazë të nenit 4 të ligjit për avokatin e popullit i ndryshuar, e kam ftuar zotin Shabani për të bërë betimin seancën e sotme plenare. Ftoj zotin Shabani të futet në sallë. Do të lexoj tekstin e betimit dhe ju, zoti Shabani, do të betoheni. Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do të mbroj KBE liritë dhe të drejtat themelore të njerëzve pa dallim në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zoti Shabani. Betohem. Suksese dhe punë të mbarë. Fillojmë me çështjen sipas rendit të ditës. Zoti Balliu, ju lutem ndërprisni veprimet e dhunshme dhe uluni. Ju kujtoj rregulloren. Në bazë të rregullores ju jap masën e parë tregje vëmendje. Zoti Balliu.
Zoti Balliu largohuni nga ndenjëset e ministrave dhe uluni. Zoti Balliu jap masën e dytë vërejtje. Zoti Balliu jap masën e tretë heqje drejt fjalës për sot. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Po deputetët. Po të ulen deputetët pra dhe t'i ikë dhe garda. Të ulen deputetët dhe të largohet garda pasi të ulen deputetët. Po uluni pra dhe të nxjerrim gardën, pa tjetër. Po si ta bëjmë Albana? Po si bëhet Albana? Po si ta bëjmë? Të shkatrojmë parlamentin? Miratimi i proces verbalit, po çfarë të bëjnë ata, o zoti Bardhi, çfarë të bëjnë ata ndërkohë që këtu bëhen veprime të dukshme? Si, në ç'mënyrë? Si Bardhi si të ikë garda? Ju jeni duke bërë veprime të dukshme, duke proces verbal ne keni marrë rrugë elektronike, ka ndonjë vërejtje? Miratohet proces verbali. Kalojmë tek njoftimet, ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar 2 nisma nga Këshilli i Ministrave, 6 nisma deputetëve, 4 interpelanca. Titullet e çështjeve depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në bazë të nenit 14.1 rregullohet kuvendit, delegacioni i Asamblesë Parlamentare Bashkëpunim Ekonomik DDZ, Papsek, deputetja Briseida Çakëri caktohet antare duke zvendësuar deputetin Ceno Klosi. Gjithashtu ju njoftoj se zoti Skënder Pashaj merr detyrën e kryetarit delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Mesdheut, PAM, dhe zonja Klodiana Spaju vijon si antare e këtij delegacioni. Vijojmë me rendin e ditës. Ju lutem, zini vendet, fillojmë diskutimet për rendin e ditës. Zini vendet. Zini vendet të gjithë deputetët që janë ngjitur të ndenjëset e qeverisë, Këshillit Ministrave, të ulen poshtë. Ju kujtoj rregulloren, vërejtje për gjithë deputetët që po shkelin rregulloren. Zoti Bardhi, nuk mund të fshihemi mbrapa kishtit. Ju lutemi, lejoni parlamentit të zhvilloj punimet. Zoti Balliu është përjashtuar nga seanca. 5 minuta pushim derisa zoti Balliu të lërë sallën dhe rikthehemi të vijojmë të vijojmë vonë. 5 minuta pushim. Masën disiplinore, ju lutem lini sallën. Respektoni rregulloren. Garda po bën detyrën për sa kohë që një sër deputetësh janë duke shkelur rregulloren. Po zoti Noka. Zoti Balliu, respektoni rregulloren. Respektoni rregulloren. Zoti Balliu, lini sallën. Mos vazhdoni të shkelni rregulloren. Zoti Balliu, respektoni rregulloren, respektoni parlamentit, na lini të vijojmë punimet e parlamentit. Zoti Balla, keni kërkuar fjalën procedurë. Zoti Balla. Kryetari i kuvendit, ju të heq vëmendjen zoti Flamur Noka në bazë rregullores. Në vlerësim të kësaj pamje të paralajmëruar me shpresën se do të motivohen mbështetësit e Partisë Demokratike për të shkuar nga 300 në 400 protestues në protestën e paralajmëruar të ditës hënë, dhe në respekt të plot të procedurës nenit 49.1, në pamundësi për të zhvilluar diskutimet, kemi pasur sot në agjendën e ditës plot çështje të rëndësishme,
sikurse edhe një debat për të diskutuar mbi luftën kundër krimit. Duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën. Ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me një herë në votim. Faleminderit. Në bazë të nenit 49 ka të drejtë të propozoj ndërprerjen e diskutimeve. Kështu që hedhim në votim propozimin e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim. Kush është dakord? Ju lutem numëroni kartonat. Miratohet propozimi, ndërpresim diskutimet, kalojmë në votim. Hapet votimi prezencën. Hapet votimi për prezencën. Votoni. Ju lutem votoni. Votoni, ju lutem. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi prezencën. 77 deputet prezent. Filloj me votimin e akteve. Projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjo deregulore sipas këtij si 77 plus 2 me kartona, 79. Pra, sipas këtij traktati bën në Riad 22 nëntor 2024. Zoti Noka përjashtoheni nga seanca për sot. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Hap votimi, votoni, lutem. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Hapet votimin të rësim elektronik. Mbyllet votimi. 75 vota pro, miratohet në të rësi projekt ligji. 0 abstenim, 0 kundër. Pra projekt ligji miratohet në të rësi. Pika e 2, projekt ligji për kujdesin alternativ në familje në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimin parim me elektronik. Mbyllet votimi. 77 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt ligji miratohet në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim.